Bashkimi i Madh, Shurete Beluli dhe Shkurtë Feza, pas shumë vitesh së bashku në Mushtisht. Pas shumë vitesh të ndaje dhe mungesë, bashkëpunimi në publik, një ngjarje veçantë dhe tetë emocionale ka bërë që dy prej ikonave të muzikës popullore shqiptare, Shurete Beluli dhe Shkurtë Feza, të ribashkuhen papritur. Kjo ngjarje e rrallë dhe prekse ndodhi në fshatin Mushtisht të Suarekës, ku përvrua shtëpia e kulturës Afërdita. Në këtë ceremoni të veçantë kulturore të pranishmeshëm jo vetëm Shurete Beluli dhe Shkurtë Feza, por edhe këngëtarja e njohur Remzia Osmani, duke sjellë kështu së bashku tre emra të mëdhenj të skenës sonë muzikore në një vend e në një moment historik. Ajo që bëri këtë ceremoni edhe më emocionuese ishte momenti kur të tri këngëtarët e njohura ndryshe dhe si vilbilat e Mushtishtit u pan për krah njëra tjetrës, duke prerë shiritin për hapjen zyrtare të shtëpisë së kulturës. Ky moment u regjistrua dhe u shpërndai në rrjetet sociale nga vetë kryetari i komunës së Suarekës, Bali Muharremaj, i cili ka qenë një nga mbështetësit kryesor të kësaj iniciative kulturore. Në videon e postuar nga Bali Muharremaj, shihet Shkurtë Feza dhe Shurete Beluli duke buzëqeshur, duke qëndruar pranë njëra tjetrës dhe duke ndarë këtë moment solemn. Një pamje që shumë kusht nuk e priste, sidomos duke marrë parasysh se prej kohësh kishte pasur fjalë për ftoje mes tyre, pa bashkëpunime muzikore apo paraqitje të përbashkëta në publik. Për komunitetin lokal dhe për adhuruesit të muzikës së mirëfill shqipe, kjo ngjarje ishte një mesazh i fortë i unitetit dhe vlerave që na bashkojnë përtej çdo keqkuptimi apo kohë të kaluar. Shtëpia e kulturës Afërdita në Mushtisht tashmë jo vetëm do të jetë qendër aktiviteti kulturor, por edhe simbol i pajtimit dhe bashkimit të artistëve që kanë lënë ngjyrë në historinë e muzikës sonë. Shumë komentues në rrjetet sociale e kanë përshëndetur këtë ribashkim duke cilësuar si një moment për histori, mrekulli kulturore apo lot gëzimi për një popull që i do bilbilat e vet. Ndërkohë fancat shpresojnë që kjo të mos jetë vetëm një përkim i rastësishëm, por ndoshta një augur për një bashkëpunim të ashëm mes këtyre divave të muzikës sonë popullore. A do të shohim së shpejti një këngë të përbashkët ku do na tregoj. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.